Mirë mbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pullum Pilinçin. Profesor, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Profesor, ju keni thënë që Amerika është me shqiptarët dhe jo me qeverinë Rama, dhe që zoti Rama do të shkojë në burg. Profesor, si ka mundësi që zoti Rama u fua zyrtarisht nga presidenti i Amerikës, si ta interpretojnë këtë situatë? Mirë mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni në gjithë botën, mirë dita shqiptarët e mi që jeni në Amerikë, në 50 shtete. Dashur shqiptar, unë u fola para 3 orëve dhe u thash që do dalë më 6 e do t'ua tregoj realitetin. Gazetarja më bën një pyetje për Ramën. Unë e bilem i ka ndërguar një letër Ramës, nuk e dia e ka regjizorja apo jo, që tregon disa gjëra këtu që nuk kanë lidhje me ftesën e Ramës. Të dashur shqiptar, ka një javë rresht që është përhapur, që Edi Rama është thirrur në Amerikë. Për këtë ke fjalën? Nga presidenti i Amerikës. Po, e pash edhe letrën tani këtu. Të dashur shqiptar, realiteti është sepse unë nuk kam thënë gjithmonë që 97% të shqiptarëve janë me Amerikën dhe 100% Amerika është me shqiptarët. Kjo letër e shihni dhe vetë. Presidenti i Amerikës kur nuk shkruan letër, të dashur shqiptar, gjysmën me gërma të mëdha dhe gjysmën me gërma të vogël. E para. E dyta, kjo nuk është letër zyrtare, dashur shqiptar. Para një jave, Edi Rama ishte në Paris, në Francë, u takua me dhëndrin e tij. Bën pazar të dy. Ashtu si kanë bërë pazar ca kohë më parë për Sazan, dhe unë kam thënë që sa temi gjallë ne, jo presidenti, po asnjëri në botë nuk e merr dot tokën e bekuar e tokën e shqiponjave. Të dashur shqiptar, presidenti i Amerikës ka të drejtë të bindim vullnetarisht për çdo shtet, për fukarejt. Po është fjala, të dashur bashkëllëtar shqiptar, është për Palestinë, për qytetin Gaza. Sepse ka dekada me radhë që Izraeli leqi ka vrarë njerëzit, fëmijë, por e shkundin nga themeli, i rrëzoi gjithë pallatet, apartamentet që ishin tati qyteti. Pra, dhëndri presidentit të Amerikës ka kohë që vete për biznis, mendon se ai do të ngrejë. Të dashur shqiptar, dhëndri ti, ai ishte një çifut, baba i tij ka qenë burg për korrupsion, e kam njohur unë. Ai s'ka para. Ashtu u mundua të erdhi edhe në Shqipëri. Po u mundua shkovje në Beograd, për të bërë biznis me këta hajdutët, me këta shqipfolësit, me këta mizat e kalit. Pra, nuk është e vërtet, dashur bashkëdhetar, kjo është për një ndihmë. Çdo njeri mund ta ndihmojë, sidomos në Ballkan apo në Evropë. Edi Rama, të dashur shqiptar, është i dënuar në Amerikë. Është i dënuar në Amerikë për arsye se bëri tregti, spionazhi me të vjas që ju e dini fare mirë që ai ishte në burg në Amerikë. Pra, Edi Rama është i dënuar. Nëse Edi Rama shkon, ai arrestohet. Për arsye se kushtetut amerikane i ka të ndara gjëra. Presidenti është për në shtëpinë e bardhë, por nuk është e nuk ka drejt të urdhojë prokurorin apo gjykatën. Shembullimi i bukur e pa gjithë bota. E para herë në historinë e Amerikës, unë kam vite në Amerikë, 52 vjet, s'kam parë ndonjë president që të vej para gjykatës e të rrisi zus para gjyktarit. Presidenti është sot, ai ka vajtur 28 herë
do të thotë që Amerika ka një ligj, ka një rregull, ka një disiplinë. Nuk do të thotë se ti je milioner apo je fukara, ligji është ligj për një të tërë. Pra, të dashur shqiptar, rrini të qetë. Amerika është me shqiptarët. Kur them Amerika, Amerika ka shumë gjëra, ka senator, ka kongresmen, ka president, ka guvernor, por Amerika ka organizata që mbrojnë kombin e Amerikës që janë të betuar. Mbrojnë kombin e Amerikës, mbrojnë demokracinë botërore. Kjo organizat është me shqiptarët. Pra ne jemi këtu të dashur shqiptarë. Nuk na copton dot njeri, nuk na gënjen dot njeri, nuk na vjen në gjumë, pra arsye se ka ardhur koha çlirimi i Shqipërisë për 82 vjet. Do të thotë, këta rrugachër, këta anti-shqiptar, këta shqipfolës, këta spionët e serbit, spionët e grekut, spionët e Ingliterës, e Britanisë, spionët e Francës, e kanë coptuar Shqipërinë për 35 vjet e vollë. Ja marrë pasurit pronarve që janë të ligjshëm. U marrë fëmijët dhe u nxorr për të deti, dashur shqiptar. Shumë janë bërë ushqim për peshqet e detit tonë. Pra çdo gjë po bëhet të ditë, sepse u erdhi fundi. Sepse do arrestohen dashur bashkëtatar shqiptar, nuk kanë kuvend. Azil politik me tërë botën që të vjen, ne kemi Çelsin. Këtu do t'japi llogari. Ashtu dhe Ilir Metaj ishte non grata, dashur shqiptar, vajti në Amerikë. Sepse shëgojnë ku vete, sa para do shpiri, kuj do t'japi të blerë hotel, kuj do t'japi të blerë pallate në Amerikë, kuj do t'japi të blerë restoran. Të njëjtën edhe Dirama, ambani me në ca kohë më para vajtin për një dasëm, për një që edhe mashkullsishte, po edhe femërsishte. Pra, e Dirama ka shpër shumë para dashur shqiptar. Ka mbjerë njerëzit Manhattan, pallate kullat të mëdhaj. Ato janë gjaku juaj. Ato janë parat që juve nuk u kanë dhenë për pension. Ato janë parat që nuk i ka dhenë policisë për të shërbyer. Ato janë parat që ja kanë ndaluar arsimit. Ato janë parat që i kanë mbyllur shkollat dashur shqiptar. A here, mendimi që presidenti i Amerikës, siç e thash më parë, ka të drejtë të japi fonde, të mbledhi, por nuk është zyrtarisht, është privatisht. Ka të drejtë të vej, po të vajt ka Shqipëria të japi sipas, por nuk i vjen atyre për ndihmë, sipas dhëndrit të presidentit të Amerikës, të japi miliona dollar që populli shqiptar nuk ka bukë, nuk pi ujë, nuk ka një perime, nuk ka njëherë mish të ketë, nuk ka njëherë dali për pushime, nuk vete dot në plazh, kurse këta rrugachët që u erdhi fundi, bredhen me makina me qamet zinj, vjen han dreka e darka në Evropë, në vendet që janë armik ton shekullor. Pra dashur shqiptar, rrini të qetë. Do t'i shihni siç kam thënë të arrestuar këto ditë. Ashtu e pritëm gjykatën e kushtetute. Që gjykata kushtetute e la më datën 22, edhe 22 po del, por po va them hapur. Dosjet e tyre janë përvluese. Të pesta atyre. Si i hodh firmat, ku i hodh? I hodhe për korridore, në kryeministri, në për kafene, pra ti kryetare e kushtetutës, do mbash përgjegjësi penale, përgjegjësi personale, dhe me keqja do tjetë, do mbash përgjegjësi gjyq popullor, që e dëmtove Shqipërinë këto ditë që e mbajte, qëllimisht zvendës kryeministrin që ka vjedhur miliona e miliona dollar. Pra të dashur shqiptar, rini të qetë, ajo s'është gjë fare për në Amerikë, me thënë të drejtën, nesër unë do jap shumë gjëra,
sepse presidenti i Amerikës, unë jam në Amerikë, jam në Shtetës, jo si një disa që bëhen në Shtetës, dhe kur vjen koha edhe agrisën atë në shtetësi. Por Pilinçi ka 300 vjetë që është stërgjysht e tij, gjyshi im, i matë dhe unë vetë, pra të dashur bashkëdhetar, qelsat i kemi ne. Erdhi koha e Shqipërisë me kufi natyrore. Erdhi koha shumë e ligë, po jo për ne. U kam thënë më para që do bëhet lufta e tretë botërore shumë e ashpër. Është me orë, dashur shqiptar. Irani është përgatitur. Forcat ushtarake të Kinës kanë zbritur në Iran, të Rusisë. Qëllimi i tyre është të goditet Izraeli. Qëllimi i tyre është të goditen armiqtë tonë shekullor, Franca, Englezë, ata që na kanë coptuar ne. Ata që na dërgojnë njerëz ne, siç ta ka dërguar Englezët, erdhi një hypi më përpara, një bolshevike, një komuniste, një tamam ruse, tamam leniniste, që Shqipëria nuk ka nevojë për këto dashur shqiptar. Ka nevojë për një demokraci amerikane dhe po u them para jush, po u shikoj drejt në syt. Amerika është me ju. Amerika është me ju gjësa ta bëj Shqipërinë me kufi natyror. Ky është qëllimi që ka thënë Pilinçi, do bëhet Amerikë e vogël në zemër të Evropës. Kjo është e vërteta. Ka dalë edhe kjo që është e vërteta që shqiptarët nuk pranojnë në Amerikë. Jo dashur shqiptarë. Shqiptarët e kanë derën hapur në Amerikë, sepse shqiptarët kanë kompetenca aq të mëdha sa ju nuk e miri dot me mend. Pra, shqiptarët e kanë derën hapur kur të duan të vinë. Nuk e kanë derën e hapur shqipfolësit dashur shqip. Pra ata është qëllimi. Sepse ata transportojnë para, sepse ata e kanë vjedhur Shqipërinë, por ata kanë vjedhur biliona dollar amerikan që kanë strëhuar në përbunkere, që kanë strëhuar në përbaçat, që kanë strëhuar në përmuret e shtëpisë, që nesër do t'jenë tuaja dashur shqiptar. Profesor, sipas mediave, BKH bën gati prangat për biznesmenët e zonjës Balluku. Mund të na thoni diçka më shumë rreth këtij aksioni? Të dashur shqiptar, u bë pajat se gjithmonë keni thënë ku janë arrestimet. Ka 2 ditë rresh që po arrestuan, janë arrestuar gati 60 veta. U arrestuan për call center, që i kanë hapur në çdo vend të Shqipërisë. Që i kanë senat, i kanë këta rrugaçët deputetë, që i kanë këta rrugaçët të quajtur ministra, që i kanë ata rrugaç që ishin ministra, që ishin kryeministra, që ishin president, që po e vjedhen dhe Evropën në tokën e bekuar të Shqipërisë. A e mbani mend që u thash para ca kohe e një që ka bërë një parti të re, një shehu, një djalë i ri, erdhi nga Ingiltera, me para hapi edhe ai call center. Duke vjedhur. Këta janë së bashku të vjedhen. Vërtet, vjen në ambasadë, se kur bëjnë kërkesë për të vajtur, ambasada e ka 2 herë të hapur. Por ashtu, si qynë, ashtu dalë. Pra dashur shqiptar, gazetarja më bën pyetje. Po, do arrestojnë shumë drejtora të ministrisë të zonjës Balluku. Janë arrestuar mjaft, po do arrestojnë pothuajse të gjithë dashur shqiptar, që janë në punë, janë në ministri. Pra, nuk do ngelet njeri pa arrestuar dashur shqiptar. Unë nuk e kam thënë kot që për 35 vjet janë 1840 deputet që janë jo të zgjedhur, po të emëruar. E jo të emëruar nga shqiptarët, po të emëruar nga serbët, nga grekët, nga Franca, për të captuar Shqipërinë, për të vjedhur ju, për të ndarë burrë e grua, për të shkëputur, për të bërë 7501 për të vrarë njëri tjetrin, që Shqipëria të ngelet në dorë të tyre. Po jo, arrestimet, po. Unë kam thënë dashur shqiptar, nuk ka vënd. Unë kam thënë që burgjet që janë Shqipëri, Fier, Korç, Pogradec, Burgu i Grave, Rogozhin, Durrës, Tiranë,
kudo që janë, Shkodër, kudo që janë këto burgjet, do hapen sepse nuk i nxe vendi nga këta që do arrestojnë. Kjo do mbahet mend një histori. Kjo do bëhet një shembull jo vetëm Ballkan, po dhe në Evropë. Pra dashur shqiptar, Amerika është me ju. Është me ju. Pavarësisht se kush është president, Obama, i bardhë, o i zi, o i kuq, pak rëndësi ka. Çdo gjë ka program në Amerikë. Ka 100 vjet që është bërë programi që të bëjë Shqipëria me kufi natyror dhe do të bëjnë. Kudo në tokën e Shqiponjave, që në Shqipëri, nëna Shqipëri është kjo, dhe deri në Maltëzi, Kosovë, Maqedoni, të dashur shqiptar, janë ushtarakët amerikanë, jo NATO-a, janë specialistët për ta bërë Shqipërinë të madhe, realitetin, atë që ka patur, janë e do bëhet kjo Shqipëria, pra unë bi thirrje kosovarëve, vëllezëve tanë, që i kanë sunduar dhe tash për 35 vjet, që i bënin në shtetësinë që u minin $5.000, a mund të bëhet në shtetës shqiptari, që ka luftuar gjysh tër gjyshi me Serbë? A mund të bëhet në shtetës Maqedoni, stënipat e Aleksandrit të Madh? A mund të bëhet Malizi, trimat, princat e Malizi që ka luftuar gjithmonë me shekuj? Pra dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e juaj, e ani sa më parë, e ani ne e kemi krijuar qeverinë dhe presëm nga ju të vini sa më parë që ne të shkojnë me zyrat e reja për të shërbyer ju, për të qenë ne shërbëtor për ju, të gjithë ministra, çdo ketë drejtor, do kryetar bashkie, kryetar komune do të jenë shërbëtorët e Shqipërisë. Pra gazetare do bëhen shumë arrestime të papara në historinë e Shqipërisë. Profesor, në media flitet për një zbarkim të SBA-s në Tiranë. A keni ju djeni për çfarë zbarkimi misterios bëhet fjalë? Shqiptarët e mi, çdo ditë, siç e thash, Amerika është me ju. Çdo ditë vijnë specialistë. Vijnë te FBI-s. Vjen për të parë dokumentat origjinale, për të thënë spakut që ne u paguajmë urgjent të mbaroni arrestimet, për të thënë byros kombëtare sa më shpejt arrestimet. Fletë të arrestimit janë bërë, dashur shqiptar. Vinë këtu se vinë në tokën e tyre. Vinë sepse Shqipëria do bëhet një Amerikë e vogël dhe amerikanën punësit vinë këtu për të shpëtuar shqiptarët. Vinë këtu për të sjellë djemt, niprat, stënipat që kanë 35 vjet që jetojnë në rrugët e botës, në Itali, në Francë, në Ingilterë, kudo jetojnë, që të shohin gjyshin e tyre, që të shohin gjyshin që është plakur, që nuk qajnë më dot dashur shqiptar, se lotë e tyre janë tharë. Janë tharë sepse s'kan ujë të pinë, nuk kanë bukë të marrën, nuk kanë ilaçe të blenë, sepse këta horra, këta anti-shqiptarët e kanë coptuar Shqipërinë, e pa para në historinë e Shqipërisë kjo që ndodh. Kemi kaluar luftra të mërshme. Vërtet, jemi thyer, ama nuk është kthyer kurrizi, por këta horra, këta anti-shqiptarë, këta shqip-folsët i kanë hypur shqiptarën në qafë, ngrinuni shqiptarë, jo për revoltët. Ngrinuni me një qiri në dorë, pajtoni me motër, pajtoni me vllanë se u ka hyrë sherri me shpi qëllimisht. Qëllimisht për të shkatruar kombin e Shqipërisë, një komb mi vjetër në botë, gjua me vjetër në botë, kultura me vjetër në botë, me intelektualët janë shqiptarë, kudo që vjen din 4-5 gjuhë, kurse të huaj që janë ambasador këtu nuk e din dhe gjuhën e tyre. Pra dashur shqiptar, erdhi koha juaj, ndihmën e keni nga Amerika 100%, çdo ditë vinë në aeroport, çdo ditë vinë mbas orës 12 natës, vinë për të ndihmuar shqiptarët. Zgjoni nga gjumri pra. Profesor, Partia Demokratike do të zhvillojë një miting kombëtar më datën 24, ku mes njerëzve flitet se do të ketë një 97 e dytë.
A mendoni se do të ketë një 97 e dytë një rrezik për shqiptarët? Shqiptarët e mi, u shoh Berishën këtu, shoh një tip doktor që duket fytyra, jati doktore, ma doktor, gruaja doktor, e shoh Berishën, flet dhe po flet çdo ditë, mbledh nga 10 veta. Po dashur shqiptar, Berisha e di fare mirë. Berisha nuk është budall. I di. Dosjet janë përfunduar dhe flet të arrestimit janë bërgati piramidat. Në 17 që u vranë 5.000. Prishja e fabrikave qëllimisht që u bën nga yzmeqar që ishe shqiptar slledh, që punonin fshatarët, lushnjarët, fjerakët, myzeqarët, fjala vjetë, punonin atë ditë thanin kënetat dhe sot marrë një pension tallën. Pra Berisha ka filluar edhe thot do bëj demonstrat kombëtare. Do djeg Shqipërinë, së bashku me Edi Ramën. Mendoj se do u basë gjyrmat. Të dashur shqiptarë, unë nuk kam thënë që nuk ndezët dot një cikare. Çdo gjë është në kontroll. Pavarësisht se asnjë nuk do vej. Ai duhet të arrestohet para 24-s këtë ditë. Nuk ka më ku vete. Nuk është në gjyq për pallatet që janë ngjitur në stadium, ku ka qenë sporti dikur, si thonë këta. Po jo dashur shqiptar. Dosjet e këtyre janë të sterruara, të 97-s, të naftës, të vrasjeve të shqiptarëve, të bombës që ra në Vorë, në Gërdec, të 20 janarit që e pa parë në histori, të vratë shqiptarë nga dritarja, nga Talaca, kishen erdhur për të kërkuar një të drejtë. Pra, çfarë të thuash? Do Inat Dimri e Inat Behari, që të thuash shqiptarëve realitetin. Pra, gazetare, unë po i them shqiptarëve, po i shikoj drejt në sytë, mos u tremni, nuk bëjnë dot me, çdo gjë është kontroll. Shqiptarët, Amerikanët po u vinë çdo natë. Amerika specialiste, siç tha dhe gazetarja, që vinë natën, vinë për të shpëtuar ju. Çdo gjë është në kontroll, dashur shqiptarë. Erdhi dita e fundit, nuk janë me muajme, janë me ditë. Pra, nuk ka që bën me Berisha. Berisha e di fare mirë se si është rregulli. Edhe 90 vjet t'jesh, e 100 vjet t'jesh, për këtë që i kanë bërë këtij kombit, ne i themi tezg atyre që vdesin, o atyre që janë gati me të vdekur, këta me tezg kanë për të shkuar para gjyqit dhe para gjyqit popullor. Ju do t'i bëni gjyq. Pra, gazetare, si që më the edhe më para se dilni në televizor, që është përhapur aty ku jetoni në Tiranë, në çdo vend, që shqiptarët janë trembur për një 97. Mos u mërzitni shqiptar, nuk ka 97, po ka për 97% të shqiptarëve ka gëzim dhe 3% ka hidhërim të paparë. Profesor, ju keni përsëritur disa herë se zonja Balluku do arrestohet, por jo që nuk është arrestuar, madje shfaqet në publik për përmbysjet dhe bëhet shkak i prishjes së seancës së sotme parlamentare. Profesor, si e shihni ju situatën e zonjës Balluku, që pavarësisht akuzave të rënda, ajo është ende e lirë? Shqiptarët e mi po shoh një foto, edhe ju e shikoni vetë, e shoh Ballukun, i shoh disa janë 2 ministrat e lartë, dhe shoh disa deputet që bërtasin e thrasin Ballukun. Po fajin të dashur bashkëdhetar shqiptar që e shohin Ballukun atje, më duke se regjizori na nxori një foto përpara me ja 5 veta. Ja pra dashur bashkëdhetar shqiptar. A Balluku që doli atje, e kanë fajin këta të 5. Kjo është kryetarja
e gjukatës kushtetute. Ky zotnia e firmosi jo në tavolinë, o diku tjetër, e di vete. Po këta do t'i thonë popullit shqiptar çfarë kanë marrë, sa para kanë marrë, do gjykohen në gjyq popullor, sepse këta janë shkaktar, sepse balluku dashur shqiptar duhet të ishte në burg para një muaj. Jo ajo, po e Sali Berisha. Këta janë zgjedhur nga të dy partit, sidomos ai Gensi Ibrahimi, Zot na ruaj, ai është i Soros, Sorua gjoja ka shpër në shkollë, sidomos Sandri Betsi. Ky të dashur shqiptar ishte me ata 3 tjerë, po me qenë se i thanë e a shpet këtu, edhe firmosi e di dhe vetë ai, e dim edhe ne. Pra, kjo kryetare unë i thash, dilmë për para datës 22, ka e një 2 dilë duke. Ambasadori amerikane është ambasadore, jo e dërguar, po është ambasadore, është një nga ambasadoret më të mira që ka patur ambasada deri më sot. Kjo është vërtet puro amerikane, ka punuar dhe punon për kombin e saj. Me këtë nuk ka shaka. Ka lindur në Amerikë, ka preardhjen amerikane, jo si disa tjerë, korean e kinez, që ata doja epilogari shumë shpejt në tokën e Shqipërisë. Pra, mund të shohim atë foton tjetër, që ishte në parlament të quajtur, pa ishte kuvendi popullor, kuvendi bolshevikëve, kurse sot është kuvendi i rrugaçve, kuvendi hajdutëve. Gazetare unë po e them hapur para shqiptarëve këtu. Të dashur shqiptarë, si PD-ja e PS-ja, u kam thënë gjithmonë, janë 2 parti anti-shqiptare që nuk do ekzistojnë më. Por, vërtet janë arrestuar nga PS-ja. Po ju s'kini parë ja akoma dashur shqiptar. Nga PD-ja, kur të fillojnë këto ditë, janë me qindra, ministra, presidenti, kryeministra, zëvendës kryeministra, që e kanë vjedhur këtë kombi. Pra, këta s'kanë lengjer, leqevollë, po këta vranë 97. Këta shitën naftën pa para, ja dhanë Sërbit, për të vrarë bosnjakët. Dhe më në fund, me 99-ën, për të vrarë vëllezërit tonë kosovarë. Ju e mbani mend dashur shqiptarët, se mos ju patriotët e Kosovës, që nga Kosova, deri në Shqipëri, të Tropoj, në Mirdit, arritën Tiranë, gardhi duke vrarë, në Përdëbor, fëmijë me qerre, duke ecur, sërbët duke qarë, të njëjtën ajo që dodhi me qamrit vëllezërit tanë në Qamëri, që nga Qamëria deri në ushtë e Vlorës. Pra, këta që flasën e i bërtasën asazonjës, këta të dashur shqiptar janë një. Këta janë një barkë, këta janë një familje, këta nuk jojnë babën e tyre. Këta nuk do rrinë si që po rri Ilir Meta këto ditë, edhe ai i bashkisë, kryetari i bashkisë. Këta do punojnë të lidhur këmbët me zinxhir, të udisën rrugët e Shqipërisë, që t'i shihni ju me sytë dashur shqiptar. Edhe ujnë do t'i afrojnë afër buzëve e do të ndalojnë. Të të shohin ç'a i kanë bërë këtij kombi, që dhe një nen 7 zane do dridhet fëmia në barkë. Kur t'i shohin këta që kanë vrarë, këta që kanë hapur call centrum në çdo vend, për të rjepur evropianët, për të thënë që ja, në Shqipëri janë hajdutët që i marrën parat, i mbledhin. Këta çfarë s'kanë bërë në Shqipëri dhe dalën sot edhe bërtasën aty që nuk është arrestuar asnjë të quajtur PD. Po ajo është parti komuniste, parti bolshevike, është partia e spionëve. Pra dashur shqiptar, unë i bëj një thirrje antarëve të PD-s që ka 35 vjet, që janë zhgënjur për 35 vjet, që u kanë marrë fëmijët, u kanë shpënë për të detit.
që u kanë hypur fëmijët në gomina e në varka të vogla dhe i kanë shpuar, janë bërë ushqim për peshjet e detit. Janë bërë ushqim për peshjet. Kanë vajtur një gliter, i rajnë, i përzejnë armik tonë shekullor. Kanë vajtur në Itali e kudo, tallen me shqiptarë. Tallen në Francë, u ahedhen pashaportën shqiptare. Atë pashaportën që është Shqiponja jonë krenare. Pra dashur shqiptar, gazetare, çfarë të thuash për këta, erdhi dita që shqiptarët të shohin një ditë të bardhë. A keni diçka për të shtuar? Unë s'kam asgjë për të thënë, kam vetëm një gjë për të thënë, të gjithë ju që keni qenë antarët e partisë të quajtur demokrate, të gjithë ju që keni qenë antarët e partisë socialiste nga e keqja jeni shpërdarë me dy parti. Apo motra në PD, baba në PS, vëllai në Leci dhe të tjerë dhe këto partit e bushkonjave të mizave të kalit që janë përhapur, e janë këtu është foleja. Këtu është shpresa e fundit e kombit, dashur shqiptar. Erdhi koha që stërgjyshët tanë, gjyshrit tanë, babalarët tanë, kanë luftuar për një ditë për ta bërë Shqipërinë të lirë. E janë pra për të shkruar në Skënderbeu, rreth Skënderbeu të bëhet një mur, të shkruajnë emrat e historianëve të Shqipërisë, të patriotëve të Mirditës, të Kuksit, të Labrisë, të Koshës, të Veriut, të Jugut, të Lindjes, të Perëndimit, që në kohën e Aleksandrit të Madh e të Teutës. E janë, kjo është foleja juaj, mos u vi zor, nga e keqja keni hyrë në përpartit, për një thes miell, gjoja do vinit në punë, është tallur me ju. Tokën tuaj të stërgjyshve që e keni nuk u japën një certifikat. Ditën që bëhet qeveria që ne shkojmë, do shkojmë shumë shpejt, do keni certifikatat brenda orës të dashur shqiptar. Sepse është toka juaj, është toka e stërgjyshve tuaj që është larë me gjak. Toka jonë është larë me gjak. Që toka jonë është flori. Që toka jonë është 360 ditë diell. Asnjë në botë se ka si ne. Minerale, flori, naft, gaz, çfarë nuk kanë tokën tonë? Ujë, që ujë shqiptarët kanë 35 vjet nuk pinë dot. Që burgjet janë mbushur plot sepse ka hapur një pust të pi ujë, të laj fytyrën, sepse ka vajtur të vej një qati, një qati, një qaramidhe, që i pikon shtëpia, nuk e len japën gjobë. Ngeuni shqiptar, jo për revolt. Ne, si që kam thënë, unë e parashikoj, nga fundi javës do të them, se kur do bëjmë për paqësore, me inqiri në dorë që të dilin tërë Shqipërinë, të vinë në tiranin që kanë coptuar për 82 vjetë, dhe këtë tirani që janë bërë vrasje. Këtu janë bërë kurthet për të vrarë shqiptarët, që të pajtojnë i njëri me tjetrin, që të vi motra nga Greqia, të vi i vëllai nga Amerika, të bashkohemi, të dashur shqiptarë. E janë i pra, si që jam unë këtu po bëj sakrificë, si që janë ministrat që po bëj sakrificë, si që janë ambasadorë që dojnë gjithë botër, po na vinë çdo ditë. E janë i pra, sa më shumë, aq më shpejt do bëhet. E janë i pra të mos u vizor, të mos u vizor se keni qenë me PD-n o me PS-n, nga e keqja keni qenë, për një thes miell, u kanë gënjerë, u kanë coptuar, pension s'u kanë dhenë, policia e kanë lërë pa bukë. Edhe këte po e them, shumë shefat e policisë që i quani juve shefa, kryetarët e rretheve, do arrestohen. Do arrestohen se ata ka bërë dallaveri. Ambani mend si tha para ca ditëve, drejtori i përgjithshëm i policisë, jemi organizat, turp të ketë.
Ai nuk është organizat, po ai ishte policia. Ai mirë ka nga janë, që janë organizata. Sepse ata marrën parat në këto call centri. Ata i marrën parat. Të dashur shqiptar, këtu ka shumë, kanë erë doktora nga Greqia. Për të dis një hund brenda, marrën $5.000. Kesh, nuk i duan qek. Ku vejnë këto parat, dashur shqiptar? Të vinë nga Greqia, doktor, të vinë nga vendet e botës, e t'i rjepën shqiptarët, t'i gënjejnë. Pra ne i dim të gjithë ku janë këto. Janë grek, edhe brenda kanë parulla greke. Ne i dim ku i kanë zyra, sa marrën, ku i shpjen parat. Pra dashur shqiptar, erdi koha e juaj, o sot o kur. E themi këtë fjalë ne, por erdi vërtet. Lufta të dashur shqiptar është shumë e hidhur, është me orë. Unë nuk kam thënë që përpara, ka një vit e gjysmë 2 vjet, dofta ju së besoni, po ka vajtur atje ku së banë më. Do godite, shumë hidhur. Irani është bërgati. Është bërgati, ushtria kineze ka vajtur, me avionin më moderne të atyre. Po jo në dem të Shqipërisë tonë, të hanë kokën e tyre. Ashtu si kemi vojtur ne të rjetër, ashtu si kemi qarë ne, ashtu si na kanë vrarë, ashtu si na mashtruan në luftën e dytë botërore, me i te hedhur firmën, Churchilli, me Stalin, na i coptovi Shqipërinë. Ashtu si janë tallur mbretëresha e englezëve, burrin e saj që mori nga Greqia, edhe na coptovi, na e mori Çamërinë e bukur. Erdhi koha ta marrëm ne. Na e mori Malezi, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Na i coptovi Kosovën. Na i coptovi Maqedoninë. Edhe ja kanë vënë Maqedoni e Veriut. Jo, është Maqedonia, është tona. Edhe në Greqi, dashur shqiptar, janë Arvanitas. Janë shqiptarët e vjetër, janë toni. Pra, shkurtimisht, erdhi koha, ne kemi Chelsea. E nëse nëse kishim Chelsea, ne kemi Kale Trojës në çdo vend. Ne kemi në Itali 800.000. Ne kemi në Athinë, në Greqi, 1 milion. Po të duam ne, çfarë zbëjmë? Shqiptarët që janë vërtet, ata janë shqiptarë. Pavarësisht se kanë ndryshuar emrat, nga halli, nga e keqja. Por ata janë shqiptarë, e duan Shqipërinë, sepse kur kalon emigracion, të dashur shqiptar, a herë ndjen. Pra, natën e mirë, mos dëgjoni se shton, prisni ditë të bukura që po u vinë. Mos dëgjoni se shton për demonstrat e Saliut, e të Edi Ramës. Ata në burg kanë për të ngelur të rjetën. Unë u thash, e një palë komunoshe që do të japim, do të apresëm, që të hyjë era, që të shini ju, duke rraur njëri me tjetër kur të bimë pushim. Sepse do e në të lodhur, sa do pastrojnë të Shqipërinë, rrugëve, ata do t'i pastrojnë, me zingjira do e në. Pra dashur shqiptar, a i nuk është ku vend që ishe sot, a i do mbyllet shumë shpejt, ne po presëm për qevrim, po u presëm ju. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim, nesër në orën 6, unë mund të dale në orën 3 për sëri, sepse erdhi koha e fundit, ju e doni lajme të reja, të rinë dëgzuar, natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6, mbani 2 flamur dashur shqiptar. Ky është shqiptari me mira vjetë, ky është 300 e sa vjetë. Por aman, shqiptarët këta e kanë forcuar. Ejani pra, bani 2 flamurët kudo që të vini. Këta janë shpëtimtarët e kombit tonë. Natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6. Profesor, falenderoj. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.